Përshëndetje të nderuar teleshikues. Sot është dita botërore e fjalës së shkruar. Të them të drejtën, Kosova nuk mund të krenohet me këtë konstatim, sepse është renditur ndër të fundit në rajon për lirinë e fjalës. Sonte do të diskutojmë për lirinë e fjalës në regionin ton, në Pej, në Gjakov, në Junik dhe në Deçan. Të ftuar kemi Musa Kurhaskun, zyrtar i informimit në komunën e Gjakovës, Yllar Tathaçi, zyrtar i informimit në komunën e Deçanit, si dhe Cur Mazreku, gazetar në gazetën Zëri nga Deçani, dhe kolegen ton Anita Stuja nga televizioni Syrivizion. Mirë se erdhët gjithë. Fillimisht do t'ju drejtohem zyrtarëve për informim. Një gjë është e vërtet, gazetarët vazhdimisht ankohen për qasje në për komuna, nuk kanë të drejtë të shkruajnë çdo gjë, në çdo aspekt ankohen. Ata vazhdimisht kërcënohen, të them të drejtën, kanë kërcënime verbale. Pse ndodh kjo gjë? Sigurisht mu po më jap fjalën. Po. Profesioni i gazetarisë dihet që është profesion specifik dhe ka vështirësitë e saj, po varësisht edhe prej gazetarëve se çfarë metode përdorën ndaj zyrtarëve komunale apo ndaj personave për cilat ka nevojë që të furnizohet shënimet dhe dhëna që ati duhen për të raportuar një lajm apo reportazh apo çfarë do zhanri që ai përcaktohet ta shkruan për gazetë apo për media elektronike. Ndaj unë them që një farë forme është e saktë që disa prej gazetarëve, të them vërtetën, që kërcënohen, si sta dhe ti, që mënyrë verbale. Mirë po, asnjë prej gazetarëve nuk ka guzim që atë ta paraqet qoftë në medjen e tij apo në shoqatën përkatëse që i mbron interesat e gazetarëve. Prandaj unë them që bashkarisht dy palët janë fajtorë, edhe zyrtarët komunal, por edhe gazetarët. Tash asnjë prej gazetarëve këtu e kam fjalën në komunën e Gjakovës nuk ka paraqit ndonjëherë ndonjë vrejtje apo ndonjë ankesë, qoftë në gjykatë, qoftë në shoqatën e gazetarëve profesionistë apo në institucione të tjera, apo edhe në OSB apo institucionet ndërkombëtare. Prandaj themi këtu që mu për atë mos paraqitja atyre është edhe vështërsia e tij për të informuar dhe për të marrë dhënat e sakta që atij duhen për redaksi. Prandaj unë kisha thonë dhe kisha dhënë një sugjerim të gjithë gazetarët e ri, pasi që kam edhe një përvojë e bukur gjatë në gazetari, që të jenë më këmbgulës, që të jenë më përmbajtësuar, por që ta përdorin edhe metodën e vetë psikologjike ndaj personave që ai ka kontakt. Ti ke përvojë gjatë në gazetari, po pse po ndodh kjo? Pse kanë frikë? Gazetarët o fjala kanë frikë apo zyrtarët? Gazetarët kanë frikë në dy palët, sepse këtu shpesh ndodhe dhe konflikti interesit. Ka raste që më ka ndodhe dhe mu gjatë përvojës time gazetareske, kur unë e ku marrë ndonjë dhanë prej komunës dhe redaksia ime ka pas një interes të veçantë me zyrtarët komunal, qoftë në Gjakovë, qoftë në Pej, apo në Deçan, apo në komuna tjera. Ndaj edhe kemi pas të nxurr jo vetëm të zyrtarët komunal, po edhe të vetë redaksia, sepse edhe interesi i redaksisë që të ketë marrëdhënie më të mira për financimin e atij mediumi. Pra unë them dhe do të kisha përfunduar me një fjalë që pa një qëndrueshmëri politike edhe ekonomike nuk do të ketë edhe gazetari të lirë dhe të qëndrueshme, por edhe gazetari të mirëfillt. Kuptoj. Yllarta, pse ndodh kjo gjë? Pse kanë relacione jo të mira gazetarët me zyrtarët e informimit ose me zyrtarët në përgjithësi në komunën e Deçanit? Realisht të flasim nga aspekti nivel të Kosovës, ka probleme në tërë Kosovën, por të flasim për komunën e Deçanit, deri me tani, përsa jam zyrtare për informime në Kuvendin Komunal të Deçanit, nuk ka ndodhur që të kemi ndonjë problem. Nisim nga aspekti se ndoshta vetë profesioni më ka imponu që të krijoj marrëdhënie shumë të mira me gazetarët dhe mos të sjellim deri te konflikti apo problemet e cilat duhet paraqiten apo duhet jenë ato probleme çunta të cilat duhet të drejtohesh të qoftë Asociacioni i Gazetarëve të Pambarë në Kosovës apo të ndonjë organizatë tjetër që t'i mbrojnë. Të flasim për aspektin e gazetarisë më herët kur nuk kam qenë në një pozitë e tillë sikurse jam sot, ka ndodhur shumë shpesh që të kemi kërcënime verbale se pse ka ndodhur kjo apo nuk është dashur që të ndodhë kjo.
po jam një ndër ato të cilat nuk I kam raportu asnjëherë rastit, arsyeja ka qenë se neglizhenca e vetë Asociacionit Gazetarëve të Pambarën që të mbrojnë, sjell deri ajo që ne të heshtim, edhe kur hesht njëri apo tjetri vazhdon kjo që të mbyllet, edhe vazhdimisht kërcënohen edhe nuk ndihen sigurt qoftë nëse raportojnë policisë apo Asociacionit Gazetarëve të Pambarën që t'i nxjellin një përfundim edhe ata dhe thonë se ky përfundim nuk mund të ecë matutje, sepse kemi raste kur janë rrah dhe gazetarët edhe asgjë s'është reagu. Pas një reagimi brenda 24 orëve dhe është shujt ajo. Ndërsa sa I përket gazetarisë apo korrespondentëve të cilët janë në komunën e Deçanit, deri më tani nuk kemi marrë diçka të tillë që është kërcënu dikosh për sa më përket mua. Kam marrëdhënie shumë të mira me ta, do më thonë jam gjithmonë dispozicion që t'i sjellë informata të bollshme apo dhe diçka tjetër. Në aspekt, nivel të Kosovës ka gjanat e cilat duhet me do mos gazetare që t'i nxjerrin shesheve, të bëjnë peticionet ndryshme apo të drejtojnë organeve kompetente se më të vërtet nuk ecën më kështu. Jemi, të një fjalë, jemi të lirë, që t'jetojmë, po fjala e lirë nuk është ashtu siç duhet. Kuptojmë. U thaktu që kemi kërcënime verbale. Ka dhe të tjera përveç se verbale. Po si keni reaguar në atë rast kur ju kanë kërcënuar? Unë si gazetar me një përvojë të gjatë, pas luftës, për harrojmë të kaluarën se atër kom pas kërcënime të jashtëzakonshme. Mirë, po pas luftës nuk kom pas rastet të jashtëzakonshme të kërcënime. Natyrisht aty këtu ka pas ankesa, probleme e tjera, por zakonisht kom pas kërcënime, më kujtohet një kërcënim një personeli të mikut, një parë Gjergj Kakuk, për një shkrim time që kisha prezentuar me deklarat personet e tjera, me është kërcënu në zyrë se do të merë masa, edhe unë leshti kom thonë që ku gjyqi, urnani. Një kërcënim me I fundit, që e klasifikoj ma shumë si hakmarrje, ka qenë një rast kur unë po organizoja një protest kundër Kekut, me biznismenit në Deçan, dhe natyrisht me qytetarët. Gjatë kohës protestës, Keku u shku e ka shkyq rrymin në shtëpi. Me fakturë të pagume, me kredit ka qenë, mirë po gjatë protestës e kanë shfrytzu se ka diktu dikush që unë jam brenda organizimeve aty dhe gjithmonë një mëjnë njerëzve qytetare sidomos. Mirë po kur kom shku të nesmën në Kek, edhe jam ballafaqu me drejtorin, natyrisht edhe me fakturën që kisha pagu, me një herë ka intervenu, ka çu rrymin. Do të thotë aty këtu ka probleme ndaj gazetarëve, se sidomos në komunat e vogla, kur gazetarët ma shumë njihen, edhe janë ma prezent të qytetarët, për shembull se sa në qytetet mëdha. Por unë disi, si tha dhe kolegi im ma parshëm Zoti Mus, në karrierën time kur nuk kom fregu presionit. Sepse unë jam mundu të shkruaj për një të vërtet, cilën ma vonë edhe ai që e ka kundërshtu, e ka kuptu se është një e vërtet. Prandaj pajtohem me Musin se gazetarët duhet të jenë shumë kamgullës për të vërtetën. E urrej atë që shkruan me lajka, sepse për një të vërtet duhet me e marrë konfirmimit mas pak këty 3 persona për të vërtetën. Do më thonë, unë pa komentin tim, I ballafaqoj 3 burimet, cilat I marrë në teren, edhe sigurisht gjithmonë më ka dalë mirë. A besoni se duhet të zgjidhen rrugët institucionale për të reaguar? Për ta mbrojtur atë vërtet që ti e shkruan? Më të madh e shoh unë këtu se nuk mjafton vetëm liria shtypit. Nuk mjafton vetëm liria. Sado që na jem në vendin e fundit të atij aspekti, unë nga përvoja ime mund të them se nuk mjafton vetëm liria, por në Kosovë duhet të funksionojë edhe ligji. Në vendet ku nuk funksionon ligji, nuk funksionojnë aparaturat e shtetit, policia, gjykata, prokuroria, është vështirë të mbijetojë edhe gazetari.
sepse për një shkremtimin, unë vullnetarisht kisha me ballafaciu me gjykatën. E jo me njerëzën për cilën kisha shkruar ose për zyrtarin që kisha shkruar. Aty e ndi edhe lehtësinë shpirtërore kur ballafacohen para një drejtësie. E jo fjalë, jo kërcënime, jo do të thotë ne duhet më mësu shqiptarët që të ballafacohen me drejtësinë. E jo me kërcënime, jo me inate, jo me hakmarrje, jo me diçka tjetër. Kështu që jemi në shtet, në themelim, edhe unë kisha me apelu që të funksionoj drejtësia, të funksionoj ligji, edhe secili ta kryejnë punën e vet me përgjegjësi. Anita, si në çdo medium edhe ne në televizionin ton kemi pas kërcënime të llojeve të ndryshme. Po të flasim fillimisht për verbalet. Konkretisht, personalisht, çfarë lloje të kërcënimeve keni pas? Ka pas kërcënime të lloj-llojshme, por ajo që muj më thonë që e kum veçu prej punës time sa kam edhe karrierë, ka pas raste prej Ministrisë Transportit, apo edhe prej komunës, edhe prej gjithave. Por ajo që më kalon ma shumë, që më ka ndiku ma shumë, më konë prej Ministrisë, kur po marrë mi realizu një temë, edhe më ka thirrë në telefon, dhe më thonë gjatë ditës, edhe më ka thonë që a dënë ti më konë mo gazetar, i kom thonë, po normal, qushe kom vazhdu dhe i tash, kom i vazhdu edhe akoma. Ka thonë pak si pështirë, se e ki bo një sanë që nuk u dështë mi bo, dhe më thonë, mi qiqat të vërtetën pa. Po, ajo u konë që më ka brejt ma shumë edhe kom luftu mi qiqat lajmë që shu konë, që kjo u konë një ndër kërcnime që unë e kom hasë mas shumë te. Po zakonisht na kur kemi kësi kërcnime verbale, apo të ndryshme ne i paraqesim në redaksi, edhe me redaksin gjithmonë konsultohemi, mbështesim një tjetrin, apo e kemi edhe drejtorin për krah që na ndihmon në këto raste, edhe gjithmonë mundohemi mi zbut ato, e jo mi rrit. Këto janë sa prej vështërsive, hasim në shumë vështërsi të tjera, po këto janë pak ma të vështira. Corë, a mendon se duhet gazetarit këtë pavarësi ekonomike, ekonomikisht jetë i fort që të jetë dhe i guximshëm? Pavarësia ekonomike e forcon guximin. Është natyrshëm ajo dhe mbështetja nga redaksit i jep fuqi gazetarit të re. Sidomos kohëve të fundit zeri, në politikën e vetë redaktuese e ka këtë qëllim. Edhe kemi mbështetje të fortë nga zeri, i cili parafërsisht jo, por saktësisht kisha më thonë se ju ka përkushtu një politike jo ditore, po problematikë qytetarëve, problemeve natyrshme në komuna e tjera, kështu që nuk kam vështërsi në atë kuptim. Një vështërsi të veçantë për veçanin tim, kisha me thonë këte. Në informim, gjithmonë duhet të jesh atraktiv, duhet të sjellësh risi, duhet të sjellësh lajme shumë interesante për lexuesin, sepse atër dikur bëhesh edhe si pletush muri. Kemi vështërsi sa i përket zonës me rëndësi të veçantë. Unë për vetën time kam tentuar disa herë me shkru tema për qendrën turistike e cila ndodhet në Deçan, e cila për mu i përngjan një Çernobilit rus, si nuk kem fare qasje atje. Këfore thotë orë zone minum, nuk lejon qasjen. Objektet që janë atje nuk guxohen të vizitohen, as nga gazetari, as kusht tjetër. Kështu që ato i kanë lu barishtat, therrat, kanë dalë gjithë farbime, është një zonë e shkret, për cilën deçanasit fare nuk kanë qasje. Nuk ka qasje as media, natyrisht, kem pas raporte, pa kuptim të edhe me manastirë, e kohëve të fundit ka fillu më zbut, sepse gjithmonë ne kanë kundërshtu për të vërtetën, për kontaktin me ta, për kundër se kemi insistu gjithmonë, me ndëgju diplomin e tyre rreth problemet caktuar, mirë po kem pas vështirësi të jashtëzakonshme, po megjithatë me gjin kem gjetë burime çfarë duhet i gjej gazetari, edhe jem mundu me jo përkushtu vetëm vërtetës. Të nderuar zyrtar për informim, sa herë ndodh që një gazetar bën një storje në thojza ta quajmë të ndjeshme, pasojnë telefonatat,
gazetarë të gazetave, televizioneve, të radiove të gjithë, nga zyrtar komunal, po dhe institucioneve tjera. Çfarë duhet bëj gazetari në këtë rast? Sigurisht që gazetari e merr detyrën prej redaksisë. Dhe në momentin e caktuar kur gazetari do të përcaktohet se me cilën zyrtar do të ketë takim, qoftë me zyrtarin për informim apo me ndonjë drejtor apo ma theksuar me kryetarin e komunës së Gjakovës. Zakonisht që në shumë raste, edhe gazetarë tash, i bishnojnë shumë të pavërtetave dhe nuk marrin dy burime. Do të thotë ka raste të shpeshta që gazetarët e marrin vetëm një burim. Tazojmë. Redaksit është e kuptueshme që gjithmonë e sulmojnë të jashtëzakonshme, jo të zakonshme. Domethënë e zakonshme është kur gjitha rrugët janë asfalt. Ndërka që të jashtëzakonshme ato me gropa, të baltosura e tjera. Mirë po të zyrtarët komunal, apo në përgjësi të stafi komunal, është pak e prekshme kur nuk pasqyrohet edhe puna që bëjnë zyrtarët komunal, apo komuna investimet e saja, paraqitjen reale të atyre investimeve që ka bërë, përmirësimin e kushteve të jetës qytetarëve e tjera. Por, unë e them që me gjithate, gazetari, si do qoftë, duhet të rregullon marrëdhëniet me zyrën e informimit, pa anu nësë të majtë nësë të djatën, por vetëm atë që e shef. Nuk them që nuk ka reagime, mirë pa ato reagime janë të përditshme, të përkohshme dhe ato sa me fut pak më arsyetu edhe zyrtari për informim të kryetari komunës apo të një prorë më i lartë që ka që unë i thash kështu, ata ka të bëjë kështu. Prandaj unë e them, edhe thash parë, gazetari duhet të jetë këmbgulës. Mirë po përsëris edhe herë. Në Kosovë, pa një stabilitet politik dhe ekonomik, nuk do të ketë as gazetarit Merfield, po do të ketë edhe dhe unë dhe gazetarve, po edhe pak nësi të zyrtarve komunal për shkrimet që i bën gazeta. Unë për vetën time kam raporte shumë mira me gazetarë dhe ja u di mundin, djersën, sakrificën e tyre dhe të arritja e përcaktimit temës, mandej shënimeve tjera. Dhe komuna e Gjakovës, unë mendoj, po thëmë, shtu të njërës subjektive, pasi që e thëmë vetë se, është e hapën për të gjithë gazetarë. Nuk ka ndodhë rrallë, po thëmë nuk ka ndodhë, po dhe në ato raste kur ka ndodhë, është dashë që gazetarit të paraqitet në zyrën për informim të shefi informimit dhe të drejtohet ati që për këte nuk kam shënime. Prandaj unë e thëmë gjithë gazetarëve, qoftë edhe juve këtu si medium elektronik, po edhe mediumeve tjera, përfasuesve të gazetave që janë këtu në Gjakovë, por edhe të radio, që t'jenë me këmbgulës dhe të ketë një raport të mirë, pa dashje, qëllim këshia ndaj një institucionit apo ndaj një dukurie që bëhet. Të na, në komunë tash ka qenë rasti para 3-4 viteve apo 5 viteve, gjithmonë ka qenë si nocion e korupcioni. Tash më duket që u harruaj emën korupcion. Dhe të thotë që komuna ka avancuar këtë drejtim dhe komuna për çdo çast, për çdo minutë është në gjendje që të jetë transparente në gjitha ato që kërkon gazetari. Unë edhe gjithë gazetarëve ju kisha lutur këtu përmes mediumit juaj që çdo vështirësi që ta ketë për marrjen në ndonjë dhënë, sado qoftë e vogël rëndësishme apo pa rëndësishme, se nuk ka edhe dhëna të rëndësishme dhe të pa rëndësishme, unë mendoj se të gjithat janë të rëndësishme që të drejtohet zyrtarit përkatës. Dhe unë mendoj që do të ketë një lehtësi, por unë kisha sugjeruar që edhe gazetarët të përdojnë pak edhe metodën e vetë psikologjike, pak që në farë forme ta binda atë zyrtar apo atë drejtor apo kryetarin e komunës që jetë më i hapur, më i transparent, më i ndalën dhe... Më falë, ju mendoni të bëhet gazetari një farë forme servil i zyrtarëve komunal? Asesi jo. Asesi. Nuk do të thotë që të kesh marrëdhënie të mira me një zyrtar komunal, me kryetarin e komunës të jetë servil. Sepse as kryetari i komunës, as zyrtari për informim, po as drejtori një drejtorie përkatëse, nuk është momentin e caktuar kur gazetari e përgatit raportin në redaksi. Por si e shpjegoni faktin, a ka ndodhur neve të paktën anitës i ka ndodhur
mund të thotë dhe vetë Anita që kur ka kërkuar prononcim të një drejtori, një drejtorie të veçantë, kur ka qenë prononcimi për një lavdat, një rrugë që ka shtruar, ka dhënë prononcimi, kurse ka qenë puna për një rrugë që nuk është shtruar, ka premtuar që nuk do të shtrohet, ajo është larguar me javë të tëra. Kemi tentuar me marrë prononcim dhe nuk e ka dhënë. Sigurisht nuk e ka gjetë vendin e duhur dhe personin e duhur. Në gjitha rastet? Është shefi për informim zotëria Sanukshini dhe mendoj gjithmonë ju ka dalë ndihmë në çdo moment dhe ka qenë i hapur dhe transparent shumë dhe i afërt me gazetarë që ka do qoftë. Kur keni hasë vështërsi, unë besoj që zotëri Hasan ju ka ndihmu dhe besoj që Anita ka gjenë mbështetje gjithmonë në drejtim. Gjenë mbështetje, jo vetëm ashtu të zotëri Hasanit, por edhe të zyrtarit përkat që ka pas lemin e dur. Ka pas raste kur kanë thonë, hajtë se jemi të ndreq edhe kryet ajo punë edhe e rregullojmë ose le për një disa ditë që tem se kena me fillu mi ndreq atë rrugë. Ka pas raste shumë tilla, jo vetëm për rrugë, po për XX raste tjera. S'është ajo që veç na nuk lypi me ditë ose nuk marrim informacione për gjithëve ose burime. Po shkon te një zyrtar e merr çat informacion, të vjen zyrtari tjetër, nuk jam ose çam i pyetjet një javë ditë me email ose diçka, unë nuk jam për ato që mes më u çua atëve me email pyetjet për më përgatit. Po nëse ti je në çat digaster dhe je i përcaktuar për ato, nuk din me mja përgjigje për në çat moment, unë nuk e di. Kom pas raste shumë tilla kur kanë thonë le ketem se e vazhdojmë një ditë tjetër. Unë mendoj mos ta marr veç unë fjalën këtë rast. Unë mendoj që çdo përfaqësues i mediave, gazetar, qoftë elektronike dhe të shkruar, duhet ta ketë akreditimin në komunë. Unë besoj që asnjë gazetar nuk ka paraqit akreditim në marrë në komunë. Edhe çdo drejtor ka të drejtë që të refuzon. Edhe e dyta, që është më rëndësi, Komuna e Gjakovës e ka zyrën për informim dhe i ka 3 zyrtarë për informim. Është e pamundshme që njërin prej tyre mos ta gjeni në zyre ose që të vënë kontakt. Sidomos, unë shumë i adhuroj gazetar sepse edhe vetë jam gazetar. Prandaj mu bje që hije e keqe nëse ty nuk të respektoj ose në momentet caktuar nëse juve nuk ju ndihmoj për marrjen ndonjë dhënë apo një shënime që juve ju kërkohet për redaksi. Prandaj ngulni këmbë, bëjmë atë fort, bëjmë atë çrëndrueshëm dhe më të dërueshëm derisa ju ta merrni informacionin. Pastaj ti e punon vetë. Yllar, si e shpjegon faktin që një zyrtar komunal thot i dua pyetjet 5 ditë deri në një javë që të përgatitem për një temë shumë të thjeshtë. Marë në parim, kja nuk është as pak e kuptueshme se 5 ditë përpara të përgatitesh për një emision apo një galla emision të realizosh vetë mund të realizosh, ndërsa për një temë është jashtëzakonisht e përgjigje negative ajo nëse thotë se 5 ditë duhet të përgatitem për t'jap përgjigje. Sa i përket komunës së Deçanit mund të lirisht se deri me tani nuk kam pas ndonjë problem. Nëse flasët në aspektin gazetarisë po dhe në aspektin se tashme kur punoj. Gjithmonë duke nisë nga parimi se vështirësi që i kam hasur gjatë punës time si gazetare në komuna tjera kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Nisin nga ato që duhet me domos gazetarit t'i servojmë informacionin që kërkon. Edhe mund të më lirisht se për këtë kohë nuk ka ndodhë që ndonjë zyrtar komunal i komunës Deçanit apo zyra për informim të mos jetë e gatshme t'i përgjigjet gazetarëve cilët ju kanë drejtuar komunës së Deçanit dhe të vijë një gazetar deri tek zyra për informim dhe të thotë se një drejtor deri me tani nuk kam arrit brenda 5 ditë ose më kërkon me email t'i dërgoj pyetjet ose nuk më jep përgjigje dhe duhet me domos të marr prej teje, po ndoshta koordinimi i mirë i drejtorave cilët janë në komunën e Deçanit ka sjell një rezultat pozitiv sa i përket gazetarëve. Sepse ata në fillim është dashur të kuptojnë se gazetari kur niset nga redaksia e ka për detyrë ata, se duhet ta përfundoj një temë rreth ditës, marr parasysh se ne jemi komuna të vogla dhe duhet nxjerrim me domos në edicionin e lajmeve atë që t'jep redaktori. Ose t'jep redaktori se duhet kesh diçka ma ekstra prej një zyrtari prej mediumeve tjera. Edhe marrë parim nga jo me konsultim, duke marrë nga kryetari dhe konsultimi i drejtorave, se duhet me domos se gazetarëve
cili do medium që t'i përgjigjem në mënyrë pozitive dhe mos t'i refuzojmë, sepse afërsia me gazetarin sjell edhe rezultatin. Gjithmonë pasqyrimi I aktiviteteve të mira përmes një mediumi apo edhe të këqijave t'jep mësim, sepse nëse pasqyrohet një defekt që mund ta ketë një komune, ai patjetër se ka me vetëdijsu edhe vetë zyrtarin që duhet atë defekt ta përmirësoj. Edhe s'duhet nxitim gjithmonë se një gazetar ka bën një temë e cila ka qenë me një problematike dhe ai gazetar duhet ndëshkohet ose duhet ja kufizojmë vetë hyrjen në objektin e kuvendit komunal. Absolutisht. 5 ditë para ti dërgohen pyetjet një drejtori për një dikaster përcaktun, ajo është e papranueshme. Asnjëherë nuk kisha provu, flas tash në aspektin tjetër si gazetar, s'kisha provu që të realizoj një temë tillë, po në mënyrën tjetër isha qasë asaj teme dhe asnjëherë se kish pa atë ekran televiziv nëse për 5 ditë kish kërku që të pres. Kjo ka ndodhur shumë shpesh. Po. A besoni se nuk janë përgatitur profesionalisht këta zyrtar, kushdo qofshin ata, nuk janë përgatitur, prandaj kërkojnë 5-6 ditë një javë përpara pyetjet? Unë që çdo drejtor I dikasterit përcaktuar, unë mendoj që ajo është I përgatitur për profesionin e tij dhe menaxhimin e asaj drejtorie. Ndërsa sa I përket përgatitjes dhe të shprehurit për televizion, atë mund ta shihni ju vetë. Prandaj unë them, duhet të dallohet profesionalizmi I tij në profesionin e tij dhe duhet dallohet një deklaratë publike apo të shprehur të tij para kamerës ose të gjithë, edhe na që jemi gazetar shumë vjeçar, po edhe ju që e udhëhesni, çdo emision e ka tremën e vetë, ka përqindjen e tremës, sepse keni një lloj përgjegjësie ndaj detyrimit të gjërë që ju vë shikohet. Unë e kisha thonë edhe mendimi jam asa unë po flas në 2 aspekte këtu, edhe një anë si zyrtar për informim, po edhe një anë si gazetar. Në rastet e shpeshta më shumë gazetarët, sidomos edhe unë në një farë kohë, kemi pas kërcënime jashtë institucioneve personave jo institucional, do më thonë privat, kur kemi marrë në trajtim apo një temë të caktune, se sa prej një personit zyrtar që është kërcënuar. Sepse personit zyrtar sa do kudo e ka një lloj përgjegjësie, e din çka do të thotë kërcënimi, ndërsa personi privat, kur ati I tregohet apo I publikohet një dhënë e cila qoftë lidhur me korrupsion apo diçka që ka marrë pa drejt, aty është frikë. Prandaj në Kosovë unë mendoj që duhet dallohet liria shtypit nga institucionet zyrtare dhe nga ato private. Se shumë përqindje më e madhe e kërcënimeve të gazetarëve, sa unë jam I informuar, janë për personave privat dhe personave udhëhes të ndonjë subjekti o fjala ndërmarrje private se sa prej ndonjë zyrtarit të komunës. Unë sa tash 2 vjet nuk kam dëgjuar se ndonjë gazetar për ju është kërcënuar. Duhet të dallohet vërejtja tash prej për kërcënimit. Mund të dallohet vërejtje për shembull, mund të dallohet vërejtje për shembull që nuk e ke shkruar shkrimin e mirë. E kërcënimi nuk është. Unë mendoj që nuk është dallohet kërcënimi për vërejtjes, normal. Jo, një zyrtar komunal, a mund të bëj vërejtje në televizion, ai nuk është profesionist nga ana gazetarisë? Jo, ai mund më ta dërgoj një reagim. Në pakënaqësi që e shpreh, që edhe televizioni juaj po edhe çdo gazetë duhet të ja publikoj reagimin nëse ai ka fakte dhe nuk është e keqe asgjë dhe përkundrazi ai medium apo ai gazetar ngritet edhe nëse e paraqet reagimin e atij personi që ka të bëjë në shkrim, sepse çdo reagim është një farë thanje e gazetarisë. Çdo reagim është sikur thesi me pupla kur të shpërndahet. Reagimi amblidhen puplat prej një thasit. Prandaj, reagimeve asnjëherë mos ju frikoni. Sepse të na ala nuk janë vetë gjësu as zyrtarët komunal, nuk kam fjalën zyrtarët komunal, po as gazetarët që ta denoncon në gjykat një medium që ka prek aty ku s'duhet. Është vërtet. Po. Kisha më ndërhyj pak, sepse po ndike qardhje për kolegët e mi që janë këtu. Me gjas kanë qenë këtu, dhe unë marrë nga një
fshat se deçani e fshat për Gjakovën, më orë këtu para një medje me shprej Pak nëtësi. Dhe më thonë punën time, sepse përduket që mungon nguximi, me thonë të vërtetën, sepse këtu një debat për një të vërtet, edhe është dita e lirisë tonë, e lirisë botnore të Shqipit, edhe sa më përket mu, unë shpesherë kom kultivu edhe kritikën dhe qanë, edhe momentet e fundit, bashkë me kryetarin aktual, kemi pas raste që më ka thonë pse kështu. Mirë, po kërë ka lezu shkrimin, ka thonë kitë drejt. Më thonë, o binë vetë vetiv se unë e pas në pas drejt për një kritik ndoshtë edhe për atë, edhe për të tjerët, kështu që shumë qka mbaret për gazetare. Shumë qka mbaret për qëndrimit gazetare. Sepse natyra e shkrimeve dhe kritike, kur e në bazume, s'ka që ka të thënë. Mundet me të kërsnju, me të sha, me të fyje, kretë gjitha. Mirë po, punit e bon punën tonë, si sta dhe i larta për para. Nëse një drejtarë mu së më prononcohet, e gjojnë njërën tjetër. Edhe thëmë, se filan drejtori për filan problemin nuk dha. Mirë po e gjojnë qytetarën që thot për problemin caktuar dhe e bëj temën. Pa i drejtor të kërcënon? Ai kërcënon një ditë, e pasandej ai shukat. Kështu që unë e kisha apelu që gazetarët tjenë shumë ma kam gullës. Shumë ma kam gullës. Mos të servohen politika auditore, sepse politika është jetë shkurt, të afrohen ma shumë qytetarit, bojnë tema për qytetarin, se unë jashtë zakonisht i urrej temat protokolare. Unë ma vullnet ka me bo një temë nga fshati, nga një ozinë e punës, nga një familje e varfën që ballafaqohet me jetën, se sa me marrë një ministër në dëqanë. Se ai flet për protokolare. Punën e vetë, edhe kur nuk shkon me vizitu një qytetar që vunë për jetën, vunë ndoshta i kanalë flit për shkollimi, s'ka mundësi e tjera. Kështu që temat problematike që i përjeton populli, unë e kisha me apelu që sa ma shumë t'jenë aktuale, sepse me thot drejten komune është një servis i shërbimeve të qytetare. Unë shumë pak gjoj tema në komunë sa gjoj në teren. Kështu që vetë jeta ta dikton edhe vetë situata në Kosovë ta dikton temën ma shumë teren. Sa përket zyres, unë edhe pa ardhë i larta, kur kanë qenë tjertë, kom pas qase në zyrët e informimit. Po nuk është e gjithë medalja e komunës në zyrët e informimit. Sepse edhe këta zyrtarët për informim, ndoshta nuk kanë qase duhune për temen që du të trajtoj unë, që kom hulumtu unë për një informacion, edhe duhet ballafaqohen direkt me kryetarën ose drejtorët e dikastera. Kështu që shumë qka më varet për gazetarë. Thura, kemi në gazetari hulumtuse, ose a kemi mundësi ta ushtrojmë këtë profesion në gazetari hulumtuse, a kemi mundësi të kemi qasin në dokumenta zyrtare personalisht, si me ndonë? Në komunat vogla, është shumë problem, sepse faktikisht njësh me njerëzit, se është një rreth shumë i ngusht që mu më njojnë edhe fëmija në ashtë në ndëqanë, por me gjitha te, problemi që ndërën këtu, se unë për veti kërë shku një temë hulumtuse, nëse ajo temë nuk bën buj, edhe në organet pushtetit, në organet drejtësis, dhe më thonë, zbehna vetë vetim. Se zgenjena. Dhe më thonë, nëse shkuj për një problem, edhe i qasem gjitha hulumtimeve, edhe derë që une jam ajë që e kom dhoni të vërtet për x problemin, unë kisha me thonë që organet e drejtësis, policis, ato duhet të hulumtojnë, edhe mu më kishin me fut, edhe një tem tjetër, hulumtuse, kishin me dhonë kuraja më të fort. Kështu që unë e kom vrejten të funksionimi i ligjit. Ligjit duhet të funksionoj. Se është në bestetja numër një
për gazetarët, edhe për zyrtarët, edhe për gjitha digasteret e komune kër funksionën ligjit i punon lirisht. Si shkove për problemin, si i levdove që o në qelë, njësojët. Minutat po në mbarojnë përfundimisht me nga një fjali. Përderisa është sot dita botërore fjalës së shkruar, a do të premtoni para qytetarëve të Gjakovës, Deçanit, se do të keni bashkëpunim më të madh me gazetarët në të mirë të qytetarëve? Jo vetëm unë si përfaqësues në këtë rast i zyrës për informim, po edhe Kuvendit Komunal, po marr guximin që të them edhe në emër të kryetarit të komunës së Gjakovës dhe gjithë stafit ekzekutiv të komunës së Gjakovës se asnjë gazetar nuk do të jetë i kërcënuar dhe asnjë gazetar nuk do ta ketë asnjë sado dritare apo dere vogël tjetë, po gjithmonë dhe për herë kanë me qenë të hapura dhe gjithmonë do ta keni të drejtën e kyçes suaj në dokumentet që juve ju konvenon për ta bërë një raport apo për ta bërë një shkrim. Prandaj unë edhe njëherë këtu zotohem që të gjithë gazetarët, përfaqësues të medjave, qofshin elektronike, por edhe të shkruara, që do ta kenë të hapur në çdo kohë, në çdo minutë derën edhe zyret e Kuvendit Komunal. Lorta? Njëjtë edhe për mua, bashkëpunimi do të vazhdoj me gazetarët, do të kenë derën e hapur, do të kenë të gjitha drejtoritë e hapura, që cillim sa më shumë informacione për qytetarin, t'i plasojmë se marrë parasysh Deçani është një komunë e vogël dhe nëse ne nuk do të kemi plasim të informates apo gjitha aty në danave apo punëve të cilat i bëjmë përmes medjave, do të mbetemi sërish një komunë e provincë e cila ka qenë e harruar. Do t'jetë bashkëpunim i ndërsjellët mes gazetarëve, kërkoj që të kemi bashkëpunim edhe më të shtuar se kishim deri me tani dhe gjithmonë do t'jemi në dispozicion tyre. Qoftë edhe me informata nga web faqja apo dhe me informatat e drejt për drejta. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, vetëm t'ju përkujtojmë se ky emision është mbështetur nga OSBE misioni në Kosovë. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru takofshim në emisionet e tjera. Ju falenderojmë dhe juve. Faleminderit. Faleminderit.